Dentro, vidi, vinci. Në rrugën e saj drejt integrimit evropian, Shqipëria duhet të ndryshojë disa zakone që u ka kaluar koha. Dhe një nga këto ka të bëjë edhe me sigurinë ushqimore. Sipas kulturës dhe traditës, shqiptarët parapëlqejnë të psonisin nëpër tregje, madje edhe tek ato të ngritura nëpër trotuar. Këtu gjen gjithçka: mish, peshk, perime apo zarzavate të çfarëdo lloji. Edhe street food apo ushqimet e ambulantëve janë të preferueshme. Por kush merret me kontrollin e cilësisë së asaj që blejmë e në fund ham? Rregullat ekzistojnë, por kontrollet janë të kufizuara. Dhe shpesh në rrugë ndeshemi me tezga të improvizuara si kjo këtu. 5.000 lek? 5.000 lek? Ma sei tu il pescatore? Sei tu il pescatore? Shitsi nuk dëshiron të filmohet. Ai e di shumë mirë që shitja e peshkut në këtë mënyrë nuk është vetëm e jashtëligjshme, por përbën edhe një kërcënim për shëndetin e atij që e blen. Sonte në veni Vidi Vinci, kujdes pazarin. Helmimi nga ushqimet është një problem serioz që në raste ekstreme mund të jetë edhe vdekje prurës. Por nuk është vetëm problemi këtij vendi, është një shqetësim për mbar botën. Nuk është e rastësishme që shumë vende perëndimore zbatojnë protokolle rigoroze për sa i përket prodhimit, ruajtjes, transportit dhe tregtimit të produkteve ushqimore. Kjo po gjen zbatim edhe në Shqipëri. Nëpër supermarkato, që gjenden kudo, produktet në shitje përmbajnë etiketa dhe janë të mirë kontrolluara. Jemi në një supermarket tek i cili shikojmë që kemi infrastrukturë të përshtatshme, kushte higjieno-sanitare, por mbi të gjitha shikojmë që ka produkte vendi dhe produkte importi, të cilat të gjitha janë të shoqëruara me dokumentacion përkatës. Po a ndodhe njëjta gjë me tregjet e improvizuara? Po në ato zona të qytetit ku produktet shiten jo të amballazhuara, por direkt në rrugë, pa kurfar kontrolli. Shpesh këtu produktet kushtojnë më pak në krahasim me supermarketet. Dhe shumë syrësh besojnë se janë edhe më cilësore pasi mendojnë se janë produkte të sjella direkt nga fshatarët. Ky djali i ka shumë të mira në fakt, ky. E ka mall të mirë, unë prandaj marr këtu. Se ka shumë këtu, ky e ka mall të mirë. Supermarketi është më shtrenjtë. Këtu është më lirë. I laj mirë se merak është ajo. Por në tregun Dinamo, i ngritur në ambientet e një uzine të vjetër, tregtarët më thonë se nuk është kështu. Perimet i marrin freskët, i shesim lirë, ma mirë këtu se këtu malli më e freskët. Po se markete rrin 1 ditë, 2, 3 këtu i shesim në ditë po thujse ne. Pak nga ngelet. Ai që nga ngelet e shesim ma lirë, e pastrojmë, e rregullojmë. Rrugë janë këtë pluhën, këtë mbedërina, këtë mikrobe, ne i rrugë mirë këtu pastër. Ato rrugë janë, ato i blenë ato të ne, ku i blenë edhe thonë jo janë katonarëve. Populli e di që janë vetat, ato nuk janë vetat. Po ato e hasë, se shkën të plaka, i marrin, vjen i shami, edhe i rregullojnë që ashtu. Nana i kompote në shtëpi, ai e ka ble që aty, i ka ble. Qytetarët e hanë këta, edhe e marrin. Edhe e marrin, marrë se këtu të na. Kontroll valla, këtu të na vin kanë herë, në rrugë zgjidhjon. Ka sistem pastrimi këtu, edhe vetë e pastrojnë vendin. Pa vajzë, futa primi ka tani, ka albën janë e ka, po ne e marrim vendin pastër një vet, edhe pastru s'ka. Këtu kontrollet janë më të rrepta. Kasapi më tregon certifikatën e origjinës së mishit. Ai më garanton se mishi që tregton është 100% i sigurt. Ky mish vjen nga thertoret sipas rregullave të vendosura nga Autoriteti Kombëtar i Ushqimit. Unë i besoj,
ndërsa ai më jep të provoj një copë sallam dhe pak pastërma. I besoj, pasi ai më pas më qeras me raki shtëpie, ilaçi më i mirë antibakterial kundra çdo lloji mikrobi. Shitësi i mishit, kasapi e pranon që në Shqipëri jo të gjithë marrin seriozisht çështjen e sigurisë ushqimore. Të blerit në rruga është pastaj jashtë të gjithë parametrave dhe standardeve. Nuk ka standard rruga, atje ka plura nga ujërat e zeza, ka plura nga plen qenë të rrugës, sidomos Tirana ka shumë qenë, që janë qenë rrugës dhe e kanë sëmundje të ndryshme ngjitse. Kush merr në rrugë dihet njerëzit gënjejnë sepse thonë ne kemi produkt të ferur vetë ose kemi me bazë nga fshati, gënjejnë, e sigurt, sepse askush nuk mund të furnizoj dot çdo ditë nga shtëpia e vet. Po janë gënjeshtra pastaj, si për perimet ashtu dhe për mishin. Rruga është rrugë, pluri, ku ndotin gazet e makinës, ne me zi thithin majrin. Merrem me mend tani produktin se si mund bëhet. Pasi e rrahin me mira makina, pluri i rrugës. Ky problem, përveç se ka të bëjë me shëndetin, është edhe çështje kulture. Një këshill të parë konsumatorit ja ofron zëvendës drejtorit teknik i Institutit të Sigurisë Ushqimore dhe Veterinare. Në qoftë se produktet kalojnë nga linja përpunimi, kalojnë nga tregje zyrtare, normalisht janë shumë të sigurta. Ka një strategji për konsumatorin, i cili duhet jetë shumë i vëmendshëm në raport me cilësinë tek etiketa, duhet saktësisht të shikojë datën e skadencës për bërjen e saj, duhet jetë shumë skrupuloz në vendin ku ble, dhe duhet jetë pjesë e kulturës së tij. Dhe pasaj, pasi e merr dhe e çon në shtëpi, sepse edhe brenda shtëpisë përsëri është një akë e rëndësishme e sigurisë ushqimore në raport me ambientet, higjienën, ruajtjen e përshtatshme në frigorifer, gatimin e sigurt. Këto janë element po kaq të rëndësishëm të sigurisë ushqimore që janë drejt për drejt që lidhen me konsumatorin. Instituti e analizon sektore sigurie ushqimore është në ti e vlerëson brenda planeve të monitorimit, brenda shtrirjes që kanë planet e monitorimit dhe rezultateve që dalin, sepse instituti është përgjegjës edhe për gjitha praktikat e mira të prodhimit. Në tregjet informale, kërcënimi i helmimit nga ushqimet shfaqet kudo. Kjo e moshuar, për shembull, u mundua të mëshiste këtë peshk që nuk e di se kur mund t'jetë peshkuar. E ke special, o kap me rrjet. Por nga mënyra e ruajtjes nuk është nevoja e dërgimit në një laborator për të kuptuar se çfarë rreziku paraqet konsumimi i tij. Prandaj i kërkova 2 inspektorëve të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit të bënin pazar për mua. Mish, djath dhe qofte. Gjithçka shitet në qiell të hapur, sikurse edhe domatet, specat dhe kungujt. Është një treg i hapur që qytetarët vinë, zgjedhin në bazë të çmimit, por pa marrë në konsiderat kushtet higjieno-sanitare apo ambientin e hapur në cilin tregtohet produkti ushqimor. Gjë e cila tregon që kemi të bëjmë me ushqim jo të sigurt, me produkte ushqimore jo të sigurta, jo të kontrolluara. Kushtet e ruajtjes, kushtet higjieno-sanitare, infrastruktura në të cilin ruhet dhe tregtohet produkti, e shikojmë dhe vetë. Në gjykimin ton dhe të çdo qytetari tjetër, ambienti është i papërshtatshëm, jashtë standardeve të sigurisë ushqimore, jashtë ruajtjes në temperaturat optimale për cilën ruhen dhe fruta perimet, dhe nga krau tjetër përsëri në prezencë të kalimtarëve, të ndotësve të ndryshëm. Qofte të prodhuara në kushte shtëpie. Janë pa raport analize, të ambalazhuara me qese plastike. Dhe shiten, tregtohen. Pjekja bëhet në këtë ambient këtu të hapur, në kushtet pa përshtatshme, ku kalojnë kalimtar, ku është e pranishme prania e pluhurit. Këtu momentalisht në këtë ambient që ke krijuar ti këtu, ke kushte ruajtje për këtë lloj produkti? Është makina frigoriferike edhe bashkë me vezën me produkte tjera, tregtoni edhe djathjen. Është me derë të hapur. Makinë frigoriferike me ndryshkut. Prania e ndryshkut, dera amortizuar totalisht, mjet transporti që nuk lejohet të tregtohet produkti. Ne do marrim një kampion djathi.
Momentalisht, jemi në një pikë të vogël tregtimi të mishit të freskët, mish Gici, nga i cili po marrim kampion për analizë, të cilën do ta çojmë pranë SUV-it. Kushtet e tregtimit këtij lloji produkti, me sa shihen, janë të papërshtatshme. Tjetër problem në këtë pikë tregtimi janë dhe kushtet e ruajtjes në ambientin frigoriferik. Por këtë pazar, me këto blerje që bën, në vend që të përgatisja një drek të mirë për miqt, i dërgova për analiza. Dhe rezultati ishte ky. Në këtë laborator kanë ardhur 3 kampione, qofte, mish të freskët, deri dhe djath për analizë. Këtu jemi në laboratorin e mikrobiologjisë ushqimore, konsiderohet një laborator reference dhe një hallë shumë e rëndësishme e zinxhirit agro-ushqimor. Këtu kryen ekzaminime mikrobiologjike të produkteve të ndryshme me origjinë shtazore si mish, djath, peshk në produkte. Në këtë laborator përdoren metodat të cilat janë të njohura ndërkombëtarisht dhe metodat të cilat janë të aplikueshme prej vitesh. Stafi është goxha i trajnuar, kemi dokumentacion shumë rigoroz dhe një gjumërshmëri të dhënash, të cilat na lejon ne të dimë në një moment caktuar historikun e një analize, për çfarë është analizuar dhe cilat janë pajisjet që janë përdorur për këtë kampion. Rezultatet janë nga këto 3 kampione, mishi freskët, deri, djath dhe qofte, kanë rezultuar vetëm kampioni i mishit të derit të freskët me ngarkesë mbi normën e lejuar. Kjo ngarkesë i përket Escherichia coli, që është një ndër treguesit dhe indikatorët e kontaminimit fekal, që vjen si pasojë e problematikave të higjienës, e mënyrës jo të rregullt të therrjes, e kushteve të papërshtatshme të mbajtjes së mishit gjatë transportit deri në tregtimin e tij, si dhe mjetet dhe pajisjet dhe personeli i papërshtatshëm dhe i patrajnuar lidhur me këtë produkt kaq të riskuar, i cili siç dalin dhe analizat, janë shumë të kontaminuara dhe sjellin problematikat e higjienës dhe me një risk të veçantë në lidhur me sigurinë e tyre. Problemet higjienike janë të shumta. Ndër këto mund përmendim problemet gastrointestinale. Këto produkte janë me risk të veçantë, pasi këto produkte mund ta konsumojnë gjithë popullata dhe kategoritë të veçanta të cilat janë në risk, siç mund të jenë fëmijët, moshat e treta dhe kështu që dhe gratë shtatzëna. Kështu që mishi do të jetë me standardet e Bashkimit Evropian dhe për të siguruar këtë produkt dhe për të lejuar që ky produkt të jetë i shëndetshëm në tregjet tona. Menjëherë pasi marrim rezultatin, i cili është mbi normën e lejuar, kryejmë të gjithë dokumentacionet në bazë të një sistemi alerti, ku informohet paralelisht Ministria e Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave, si dhe autoriteti kombëtar i ushqimit, lidhur me problematikën e higjienës. Ky informacion i përçohet si në formë të një shkresë zyrtare, ashtu dhe me email. Më pas, autoriteti kombëtar i ushqimit ndërmerr masa për konfiskimin e mallit dhe mbylljen e subjektit. Por tregtarët me tezga, shitësit ambulante dhe përgjithsisht tregjet informale ekzistojnë sepse ekziston dhe papunësia. Këta njerëz mbijetojnë falë kësaj ekonomie informale. Zgjidhja e tyre mund të jetë vetëm zbatimi i rregulloreve të caktuara. Autoriteti Kombëtar i Ushqimit është një institucion i ri që ka fokusin kryesor tek siguria ushqimore, ka pas një insistim të fortë të Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në këtë periudhë për formalizimin e subjekteve që ofrojnë
për konsumatorët në fushën e ushqimit dhe të formalizimit të tregjeve, të thertoreve, të tregtimit të peshkut, të mishit, kryesisht tek produktet që janë me bazë riskut të lartë, siç është qumshti, nën produktet e tij, mishi, peshku, pasi këto janë produktet kryesore me riskun më të lartë, dhe ka një rritje të sensibilizimit dhe të operatorëve të biznesit, por dhe të qytetarëve që të fokusohen dhe të tregtojnë në subjekte të licencuara dhe tregje formale, jo informale, pasi siç dihet ne kemi një traditë shekullore të blerjes në rrugë, në kushte të pasigurta, të pacertifikuara, të pakontrolluara. Ne jemi dëshmitar që e kemi parë në gjitha rrugët e Shqipërisë, që shitej në gjithë autostradën e Shkodër-Tiranë, mishi i Gicit, mishi i Viqit, të Kura Kamzës, të gjitha rrugët, vaj u lirë që tregtohet në për rrugë, tregtohen të gjitha në mënyrë të pasigurt dhe të pacertifikuara dhe të pakontrolluara. I gjithë fokusi i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit në këtë periudhë është fokusuar në këtë drejtim për të legalizuar subjektet dhe tregjet në mënyrë që të jenë të kontrolluara dhe cilësore për të garantuar sigurinë ushqimore të konsumatorët, pasi është një gamë shumë e gjerë e veprimit të AKU-s dhe është shumë e rëndësishme për konsumatorët dhe për gjithë qytetarët fusha e ushqimit. Në lidhje me këtë, do të shkoj të bisedoj me Ministrin e Bujqësisë, Edmond Panariti. Ministro Panariti, buonasera, grazie per essere qui con me questa sera a Veni Vidi Vinci. Lei è un professore di sicurezza alimentare, quindi è una delle persone più esperte in questo paese per commentare questa materia. Si ha la sensazione in questo paese che la sicurezza alimentare non sia una priorità per quanto riguarda il cittadino. Quello che abbiamo visto per strada è molto sorprendente, persone che vendono pesce, carne, latte, formaggi, a volte anche da un cofano di una macchina. Kjo është e vërtet. Unë ju falenderoj një herë radhë parë për mundësinë që më krijoni nëpërmjet kësaj interviste. Është vërtet që situata e sigurisë ushqimore në pamje të parë nuk duket se përbën një shqetësim qytetar, por kjo është në pamje të parë, pasi jam i sigurt që në bisedat familjare, në diskutimet midis njerëzve gjithmonë ka shqetësim në rritje ndaj sigurisë ushqimore, për arsye sepse në familjet shqiptare, në institucionet publike, në spitale, në qendrat sociale, aty ku konsumohet ushqim dhe konsumohet 3 herë në ditë, padyshim shqetësimi për sigurinë ushqimore qëndron dhe ndërgjegjja qytetare është në rritje. Nëse realiteti nuk i përgjigjet këtij shqetësimi, kjo është një tjetër aspekt dhe kjo ka të bëjë me faktin që në këtë periudhë të vështirë të zhvillimit të ekonomisë shqiptare, e vetmi alternativë për pjesën më të madhe të prodhuesve dhe të shitësve për të mbajtur familjet e tyre është tregtia në rrugë, nga që është tregtia e vogël, shpesh dhe informale, dhe përjedhoi kjo tregti është dhe shumë më vulnerabël, shumë më e prekshme nga veprimi i agjentëve ndotës, pasi nuk zhvillohet në kushtet e një infrastrukture të përshtatshme, zhvillohet buz trotuareve, mes plurit, mes baltës, mes diellit, mes shiut dhe përjedhoi shanset që këto produkte të jenë të ndotura janë shumë më të mëdha kur tregtohen në qendra tregtare, në përbanaqe frigoriferike, në përpika ku kontrolli veterinar dhe ai i shëndetit publik është më i orientuar dhe padyshim ku edhe kultura e tregtimit dhe respektimi standardeve është e përshtatshme. Por si do dalim nga kjo situatë? Natyrisht, dalim nga kjo situatë nuk është largimi me forcë i këtyre tregtarëve të vegjël, pasi ne këtë e kemi provuar dhe nuk ka dhënë rezultat, i kemi larguar 2 ditë dhe janë shfaqur mbas 2 ditësh. Problemi është që ne duhet të ndryshojmë përqasje. Përqasja do të jetë që edhe ata janë të mirëpritur për të qenë pranishëm në treg. Ne nuk kemi absolutisht asgjë ndaj tregtarëve të vegjël. Ata mund të jenë pranishëm në treg, të tregtojnë prodhime ushqimore, por këtë duhet ta bëjnë brenda kuadrit ligjor të sigurisë dhe cilësisë ushqimore, brenda ligjeve shqiptare
natyrisht duhet të jenë të identifikuar dhe të regjistruar, pra të formalizohen dhe të respektojnë normat dhe kriteret higjieno-sanitare. Shteti ka për detyrë ndofta që të krijojë atyre ambientet ku mund të zhvillojnë këtë aktivitet brenda këtyre standardeve që përmenda pak më përpara. Por në asnjë mënyrë unë nuk jam për t'i larguar ata me forcë. Madje do thoja që në Europë kemi një kundër tendencë. Ushqimi në rrugë po prevalon. Pra nuk shikohet si një diçka negative, është një alternativë e shtuar dhe më afër qytetarit. Prandaj edhe ne nuk kemi pse të mos ta ruajmë këtë trend. Pra mendoj që ushqimi nuk duhet të jetë vetëm ekskluzivitet i supermarketeve apo i pikave të mëdha të tregtimit. Natyrisht dhe tregtarët e vegjël, shitësit e vegjël kanë të drejtë ta zhvillojnë këtë, por kjo do të bëhet gjithmonë brenda rregullave dhe kritereve të përcaktuara. Ne synojmë të zbatojmë një sistem europian të cilësisë dhe sigurisë ushqimore të bazuar në principin europian nga ferma në tavolinë. Një sistem që garanton gjurmëshmërinë e produktit, pra që në çdo kohë qytetari të ketë informacion ku është prodhuar ky prodhim ushqimor, në cilën fermë, në cilën kafshë, nga cila bim, në cilin terren është kultivuar, nëse ky terren ka qenë i përshtatshëm, i lirë nga plerat kimike, insekticidet, janë respektuar afatet e pastrimit nga këto kimikate, si është transportuar, transporti ka ndodhur në kushtet e përshtatshme të magazinimit dhe të ruajtjes në të ftohtë, si tregtohet, ku tregtohet dhe derisa përfundon tek pjata e konsumatorit. Një sistem që në çdo kohë duhet të respektojë parimin e gjurmëshmërisë, sepse kjo është dhe kërkesa e standardeve europiane. Unë mendoj që konsumatori shqiptar ka të drejtë të ketë të njëjtat kërkesa për sa i përket cilësisë dhe sigurisë së ushqimit, ashtu si dhe konsumatori europian. Ne nuk kemi se diskriminojmë konsumatorin ton. Rreziqet janë të njëjta si për një qytetar italian, ashtu dhe për një qytetar shqiptar. Nuk kemi pse të marrim një risk më të lartë për qytetarin shqiptar dhe duhet të insistojmë që dhe për qytetarin shqiptar të respektojmë të njëjtat standarde sikurse për qytetarin italian. Qual è la sua più grande preoccupazione quando pensa alla sicurezza alimentare in Albania? Shqetësimi im më i madh për sigurinë ushqimore është në radhë të parë ndërgjegja e pamjaftueshme e qytetarit dhe kjo duhet ndryshoj fuqimisht. Unë mendoj që pa një solidaritet qytetar i cili të jetë konfrontues ndaj rasteve të abuzimit, e kombinuar dhe kjo me një përgjegjësi më të madhe të institucioneve shtetërore dhe monitorim më nga afër të cilësisë dhe sigurisë së prodhimeve, do sjell ndryshimin. Unë mendoj që Shqipëria është në rrugën e drejtë, ne po jemi për herë më shumë prezent në të gjithë zinxhirin ushqimor, jemi pranë fermave, aty ku prodhohet, kemi programe të artikuluara të monitorimit, për ditë më shumë unë dhe bashkëpunëtorët e mi jemi në media dhe po trajtojmë së bashku me qytetarët rreziqet që vijnë nga ushqimi dhe të gjitha këto së bashku për mendimin tim do të krijojnë atë që duhet, pra mbrojtjen e qytetarit, shëndetit publik nga kërcënimi që vjen nga ushqimi i ndodhur. Il consumatore albanese è a rischio quando compra questi prodotti per strada così? Kjo është një pyetje shumë e mirë, unë do t'ju bëj një kundërpyetje. Në rast se në mes të Romës dikush do të shiste peshk në Govata, mendoj që do të kishte një blerës roman që do ta blinte? Nuk besoj që do të kishte në një qytetar roman, italian, i cili do të blinte një peshk të tregtuar në mes të rrugës në vaskat e improvisuara. Kjo vjen nga që ka një kulturë të instaluar dhe një ndërgjegjësim të rreziqeve që vijnë nga kjo mënyrë tregtimi. Në Shqipëri ka ende që e blen, pra marrim me ndërgjegje një farë risku, jo një farë risku, por një rrezik të madh për veten e tyre, për familjen e tyre. Detyra jonë është në radhë parë që të rrisim sensibilizimin dhe ndërgjegjen qytetare që produkte të tilla si mishi në mes të pluhurit dhe në mes të baltës, jashtë banaqeve frigorifike dhe peshku i tregtuar buzë trotuarëve është një rrezik i madh për shëndetin e tyre, është një rrezik për shëndetin e tyre, të fëmijëve të tyre dhe të gjithë familjes. Dhe kjo është baza. Natyrisht, përveç ndërgjegjësimit, sepse shteti nuk funksionon vetëm me ndërgjegjësim, por funksionon natyrisht edhe me imponim.
të akteve normative. Por duke i kombinuar të dyja, ne krijojmë terrenin e përshtatshëm që një sistem të instalohet dhe të funksionojë. Ne duhet t'i dekurajojmë, nuk është problemi që do t'i largojmë me forcë, po ne duhet t'i dekurajojmë këtë gradualisht që ata të jenë pranishëm me tregtimin e këtyre produkteve në vendet e papërshtatshme. Dhe padyshim kjo ka nisur dhe ndryshimi ka filluar. Ju po të shikoni po të ishit para 4 muajsh në tregun 100 metra larg sheshit Skënderbej, ju do shikonit pula, do shikonit mish të varur në mes të ditës, mes plurit, do shikonit djath, gjalp të tregtuar jashtë kushteve. Tashmë këto nuk ndodhin. Natyrisht ndodhin diku në periferi të Tiranës dhe ju e keni dëshmuar, po ne poshtrimi, gradualisht poshtrimi. Ndërkohë, vazhdimisht nuk po rreshtim me spotet publicitare për rreziqet që prodhimi i tillë i tregtuar në kushte të papërshtatshme ka për konsumatorin. Ky është një proces dhe ne për ditë e më shumë po ecim. Come si può tutelare il consumatore e soprattutto che cosa potete fare voi? Cioè potete per esempio impedire a questi ambulanti di vendere per strada? Potete dirgli, mandargli la polizia e cacciarli? Oppure poi tornano subito indietro? Kjo nuk mund të bëhet duke dëmtuar interesa shumë të mëdha, që janë shëndeti qytetar, shëndeti publik. Ju besoj se keni të qartë se një prodhim i kontaminuar mund të helmojë gjysmën e qytetit. Dhe në këtë mes, dëmtimi për shëndetin publik është shumë më i madh se sa fitimi që ai mund të ketë nga tregtimi i produkteve të tilla. Kështu që ne natyrisht do imponohemi. Por nga ana tjetër duhet mendojmë se si të krijojmë kushte alternative këtyre produkteve të vegjël në mënyrë që ta ushtrojnë aktivitetin e tyre, sepse mbajnë familjet e tyre, por duke respektuar normat higjieno-sanitare dhe ligjet në fuqi për tregtimin e produkteve. Kjo është sfida. Natyrisht ne unë kam biseduar edhe me Bashkinë e Tiranës për të krijuar natyrisht mundësinë e tregjit veçanta dhe infrastrukturës përshtatshme që këta tregtarë të vegjël të zhvillojnë në aktivitetin e tyre. Më lehtë këta mund të zhvillojnë aktivitetin e tyre me zarzavatet, perimet dhe frutat, por për prodhimet me origjinë shtazore kjo është shumë delikate, për arsye sepse duhet të kenë investime të mëdha dhe infrastrukturë të shtrenjtë, siç janë banaqet frigoriferike, ujë të rrjedhshëm, ambiente ku normalisht të mos ketë shanse për ndotjen nga mikrobet, kurse për çështjen e zarzavateve dhe perimeve, kuptohet kjo çështje nuk është dhe aq kritike, pasi tregtar ambulant të frutave dhe perimeve kam parë edhe në Rom, kam parë edhe në Itali, por nuk kam parë tregtar ambulant të mishit dhe të qumshit me Coca-Cola, pasi këto janë një rrezik publik apo të peshkut në trotuar. Pra do bëjmë një diferencim. Tregtuesit e zarzavateve perimet fresta mund të vazhdojnë natyrisht në vendet të caktuara dhe pasi të jenë të regjistruar dhe identifikuar, kurse për prodhimet me origjinë shtazore ne do jemi kategorik. Më vjen keq ta them, po do jemi kategorik. Ne nuk mund të lejojmë që qumshi të shitet me Coca-Cola, ku siç thatë pak më përpara ajo shishe një ditë më përpara mund të ketë qenë mbushur me benzinë dhe rimbushet me qumësh, por do jemi kategorik edhe për peshkun që shitet me govata, do jemi kategorik edhe për mishin që varet mes plurit dhe baltës, dhe këtu nuk do kemi compromesso. Senta, Ministro, il problema della sicurezza alimentare in un paese non è soltanto una questione di alcuni ambulanti che vendono il pesce per strada, è un problema chiaramente di tutto il paese. Ci può dire in questi ultimi mesi i progressi che sono stati fatti in questo paese per garantire questo tipo di sicurezza alimentare, al di là appunto di alcuni esempi di cui abbiamo appena parlato, e soprattutto quello che rimane ancora da fare per l'Albania per cercare di arrivare agli standard europei per quanto riguarda la sicurezza alimentare? Vërejtja juaj është drejt, kjo është vetëm maja e icebergut, pjesa më e dukshme, pjesa e tregtarëve të vegjël që shesin jashtë kushteve të përshtatshme të tregtimit. Por sfida e madhe e sigurisë ushqimore në Shqipëri është ndërtimi i një sistemi. Ne deri tani kemi pasur një sistem horizontal të sigurisë ushqimore, merreshim vetëm me tregjet, por në tregje është vonë. Kur një prodhim del në treg dhe është i ndotur, është e pamundur të kontrollohet. Mund ta bllokosh në një segment të tregut, por nuk mund ta kontrollosh në tërësinë e tij. Prandaj sistemi duhet të jetë vertikal. Është ai që përmenda pak më parë, një sistem që mbështetet tek parandalimi dhe jo tek bllokimi. Dhe sistemi nga ferma në tavolinë është një sistem që bazohet tek parandalimi, tek monitorimi, tek kontrolli i gjithë zinxhirit ushqimor
duke filluar që nga fara, duke filluar që nga bima, duke filluar që nga kafsha dhe pastaj deri ke nën produkti, mënyrën se si prodhohet, se si paketohet, si ambalazhohet, si transportohet dhe derisa përfundon në pjatën e konsumatorit. Ky është një sistem modern i kontrollit sigurisë ushqimore që ndryshon totalisht nga sistemi që deri tani është zbatuar dhe kjo është sfida jonë, të ndërtojmë një sistem dhe natyrisht gjithë bazën institucionale ligjore në mënyrë që sistemi të jetë funksional. Lei è soddisfatto con il livello di controlli e di analisi che vengono fatti per esempio nei laboratori? Nuk jam as pak I kënaqur dhe nuk kam se si jam I kënaqur. Mendoj që neve duhet të rrisim kapacitet monitoruese nga ana e institucioneve, qendrave sanitare, të gjithë aktorëve që merren me monitorimin e cilësisë dhe sigurisë produkteve ushqimore. Ne kemi një autoritet kombëtar të ushqimit, I cili është autoriteti më I lartë I kontrollit të sigurisë ushqimore në vend dhe natyrisht laboratorë renale të cilët merren me monitorimin periodik të prodhimeve ushqimore. Dhe ky monitorim do të vazhdojë, por ndërkohë paralelisht duhet të vazhdojë ndërgjegjësimi qytetar. Rritja e edukimit në shkolla për çështjet e sigurisë ushqimore, për sëmundjet transmetueshme nëpërmjet ushqimit dhe për rreziqet që ndotjet e ushqimit kanë për shëndetin publik. Duhet ta fillojmë që në Kopësht, duhet ta fillojmë që në shkollën fillore, dhe ta vazhdojmë këtë si pjesë e edukimit deri në universitet edhe përtej. Ndërkohë dhe media duhet të jenë aleati jonë. Nuk duhet lodhen që nëpërmjet spoteve publicitare të sensibilizojnë publikun derisa të krijohet ajo masë kritike e ndërgjegjës qytetare që edhe kur dikush të shpëtoj monitorimit dhe të dalë në treg në mënyrë papërshtatshme të bojkotohet nga konsumatori. Të bojkotohet, pra duhet kemi një partneritet midis konsumatorit, ndërgjegjës tij për të bojkotuar një produkt I cili që në dukje është I pasigurt me kuadrin institucional dhe monitorues. Dhe kjo do të përbëjë ndryshimin. Quindi se ho capito bene c'è una parte di controllo sanitario ma anche una parte di sensibilizzazione da parte dell'opinione pubblica anche attraverso per esempio I media. Mundet të përballohet. Kjo nuk mund të jetë vetëm kompetencë institucioneve shtetërore, të cilët natyrisht kanë planet e monitorimit, planet e analizave, kanë kuadrin ligjor dhe institucional që imponohet në treg dhe në prodhim. Por kjo është pamjaftueshme në rast se nuk ka mbështetje qytetare. Mbështetja qytetare është e domosdoshme, pasi ajo e kombinuar me kuadrin institucional dhe atë analitik të institucioneve përkatëse, bën të mundur që të ndërpritet rruga një herë mirë abuzimeve me ushqimin dhe tregtimin e tij jashtë normave higjieno-sanitare dhe jashtë kushteve të tregtimit. La sicurezza alimentare parte anche da una campagna di sensibilizzazione. Allora lei può guardare direttamente questa telecamera e parlare con I consumatori albanesi e dica loro cosa devono fare per acquistare I prodotti in sicurezza. Tu drejtohen pikave të autorizuara dhe certifikuara për blerjen e prodhimeve të tyre. Ti largohen rrugës, ti largohen trotuareve, ti largohen plurit, ti largohen baltës, pasi një prodhim I cili tregtohet në mes të plurit, në mes të baltës, në mes të diellit, jashtë kushteve të ruajtjes, është prodhim I ndotur, është prodhim I cili dëmton shëndetin e tyre, të fëmijëve të tyre dhe përbën edhe një rrezik të madh publik. Prandaj, të dashur qytetar, largoheni këtyre produkteve të pasigura të rrugës, drejtoheni produkteve që tregtohen në qendrat miratuara, në tregjet pajisur me infrastrukturën e përshtatshme, me banaqe ftohës dhe me kushte të përshtatshme. Vetëm aty mund të gjeni sigurinë dhe cilësinë e pretenduar për prodhimet e tyre ushqimore. Nuk kam më tepër se ç'u them se kjo, dhe natyrisht kjo është në dorën e gjithë secilit. Padyshim, ne si shtet do të bëjmë të mundur që ju të keni si ofertë vetëm prodhime të sigurta, por është në dorën tuaj. Ministro Panariti, non potrei dirlo meglio. Grazie davvero di essere intervenuto a Veni Vidi Vinci. Faleminderit. Veni Vidi Vinci.
Veni, vidi, vinci.